Një javë para finales së Big Brother, tensioni në shtëpi kishte arritur kulmin. Çdo lëvizje, çdo fjalë dhe çdo shikim merrte një kuptim më të thellë, sepse tashmë loja nuk ishte thjesht strategji, ishte bërë personale. Dhe pikërisht në këtë moment shpërthen bomba që askush nuk e kishte pritur. Miri dhe Selina, dy nga banorët më të komentuar të këtij edicioni, rezulton se njihen prej vitesh jashtë shtëpisë. Një sekret i ruajtur me kujdes, jo vetëm nga ata, por edhe nga vetë produksioni. Kjo nuk ishte një njohje e rastësishme, ishte një lidhje që kishte rënien në të kaluarën, ndoshta jo e konsumuar plotësisht, por mjaftueshëm e fortë për të lënë gjurmë. Produksioni, sipas asaj që po përflitet, ka qenë në dijen të kësaj marrëdhënieje që në fillim. Dhe jo vetëm kaq, ata kanë vendosur të ndërhyjnë në mënyrë indirekte në rrjedhën e ngjarjeve. Vendosja e krevatit ku Selina dhe Miri përfunduan duke fjetur pranë njëri tjetrit nuk ishte rastësi. Ishte një lëvizje e menduar, një provokim emocional, një mënyrë për të nxjerrë në pa ndjenjat e fshehura. Në sytë e publikut, Miri është përpjekur të ruajë një distancë, të luajë rolin e banorit racional dhe të përmbajtur. Por ata që e kanë vëzhguar me kujdes kanë parë diçka tjetër, një shikim më të zgjatur ndaj Selinës, një kujdes të veçantë në mënyrën si i flet, një tension të brendshëm që nuk është thjesht pjesë e lojës. E vërteta është se, thellë brenda vetes, Miri nuk e ka harruar kurrë Selinën. Mund të ketë hyrë në shtëpi me qëllime të qarta për lojën dhe çmimin e madh, por ndjenjat nuk fshihen aq lehtë. Ato rishfaqen në momentet më të papritura, në një bisedë nate, në një debat të vogël, apo në heshtin që thot më shumë se fjalët. Selina, nga ana tjetër, duket më e rezervuar. Ajo ndoshta e ka kuptuar situatën dhe po përpiqet të mos e lejoj veten të ndikohet. Por edhe tek ajo vëren momente dobësie, një buzëqeshje që zgjat pak më shumë kur është pranë Mirit, apo një mbrojtje e tij në situata të caktuara. Ky zbulim ka ndryshuar totalisht dinamikën e lojës. Nuk bëhet më fjalë vetëm për strategji dhe aleanca, por për ndjenje reale që mund të ndikojnë në vendimet finale. Publiku tashmë është i ndarë, disa e shohin këtë si manipulim nga produksioni, ndërsa të tjerë si një histori të bukur që po zhvillohet para syve të tyre. Një gjë është e sigurt, finalja nuk do të jetë më e njëjtë. Sepse kur loja përzihet me ndjenja të vërteta, çdo gjë bëhet më e paparashikueshme. Dhe në mes të gjithë kësaj, Miri dhe Selina mbeten dy njerëz që po përballen jo vetëm me publikun dhe lojën, por edhe me të kaluarën e tyre.